Horoskopi ditor e premte 19 shtator 2025. Dashi. Ndërsa Marsi ushqen energjinë tuaj, Dashi, sot paraqet një nxitje natyrale për të përballur me çdo sfidë drejt për drejt. Je në një humor proaktiv, duke i kthyer planet në veprime me një hir dhe efikasitet të habitshëm. Ki kujdes që të mos e teprosh me veten. Entuziazmi yt mund të shkaktojë padashje lodhje nëse nuk vendos kufi. Në dashuri, komunikimi është çelësi. Shpreh si ndihesh dhe do të gjesh terren të përbashkët pa mundim. Një takim i papritur mund të nxjisë ide të reja që rigjallërojnë rutinën tënde të përditshme. Financiarisht, është një kohë e mirë për reflektim sesa për vendime të mëdha. Shmang blerjet impulsive, pasi ato mund të mos sjellin kënaqësinë që pret. Përparso detyrat bazuar në rëndësi, jo në menjëhershmëri. Marrja e pushimeve të shkurtra do të ndihmojë në ruajtjen e humorit të lartë dhe produktivitetit gjatë gjithë ditës. Për sa i përket shëndetit, mbajtja e ushtrimeve të rregullta do të mbajë ekuilibruar. Reflekto mbi arritjet e tua, njeh progresin tënd dhe lejo që kjo të frymëzojë të vazhdosh të ecësh përpara. Demi. Energjia kozmike e sot merrit intuitën tuaj, duke ju lejuar të perceptoni hollësitë në biseda dhe situata. Kjo ju jep një avantazh në ndërveprimet personale dhe profesionale. Besojini instinkteve tuaja, veçanërisht kur përballeni me vendime që kërkojnë përgjigje të menjëhershme. Marrëdhëniet mund të kenë nevojë për kujdes sot. Një gjest i sinqert ose një mesazh i thjesht vlerësimi mund të forcojë lidhjet. Sa i përket karrierës, ka të ngjarë të merrni vlerësime për punën tuaj të zellshme. Vazhdoni të bashkëpunoni pasi puna në grup do të japë rezultate të rëndësishme. Megjithatë, qëndroni të qëndrueshëm, shmangni përfshirjen e emocioneve që ju rrethojnë. Financiarisht, jini të kujdesshëm. Këshillohet të kurseni në vend që të shpenzoni sot, pasi mund të ketë një shpenzim të paparashikuar në të ardhmen e afërt. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në rutinat e kujdesit për veten që rigjallërojnë si trupin ashtu edhe mendjen tuaj. Lidhuni me natyrën nëse është e mundur, pasi kjo do të ndihmojë në stabilizimin e paqes suaj të brendshme. Përqafojeni këtë ditë me durim dhe shikoni ndërsa këmbëngulja juaj e butë shpërblehet. Binjakët. Kozmosi shkëlqen fuqishëm mbi kreativitetin tuaj sot. Shfrytëzojeni këtë rritje për të trajtuar projekte që kërkojnë mendim inovativ ose për të zgjidhur dilema komplekse në punë. Komunikimi, që është zakonisht një pikë e fortë, do të rrjedh pa mundim, duke ju ndihmuar të përcjellni ide me qartësi dhe sharm. Kjo do të jetë veçanërisht e dobishme në mjediset e ekipit ose në tubimet shoqërore. Sot është ideale për forcimin e rrjeteve profesionale. Jini të hapur ndaj bashkëpunimeve të papritura. Në jetën personale, natyra juaj empatike është në qendër të vëmendjes, duke inkurajuar lidhje kuptimplote. Pranoni cenueshmërinë në marrëdhënie, pasi kjo mund të çojë në një kuptim më të thellë dhe pasione të ri për të rira. Financiarisht, merrni në konsiderat strategjitë afatgjata. Rregullimet e vogla mund të përmirësojnë ndjeshëm stabilitetin. Jini të kujdesshëm me shpenzimet impulsive, pasi pozicionimi qiellor i sotëm këshillon kursimin. Jepini përparësi aktiviteteve të kohës së lirë që stimulojnë si mendjen ashtu edhe trupin tuaj, duke siguruar ekuilibrin. Ndërsa mbrëmja afrohet, angazhohuni në një aktivitet qetësues që e lejon mendjen tuaj të relaksohet. Shfrytëzojeni këtë ditë për rritje, duke shijuar harmoninë që sjell. Gaforria. Universi inkurajon vetanalizën sot, duke ju nxitur të reflektoni mbi përvojat e fundit dhe të nxirrni mençuri prej tyre. Ky vetë-reflektim rrit inteligjencën tuaj emocionale, duke ju mundësuar të lundroni me shkathësi në peizazhet personale dhe profesionale. Në frontin e karrierës, mund të gjendeni në një pozicion udhëzimi. Përqafojeni këtë rol, por mos harroni ta balanconi atë me përulësi. Shikojeni këtë si një mundësi për rritje të ndërsjellë. Financiarisht, vlerësoni shpenzimet tuaja. Merrni në konsiderat një qasje më të kursyer sot. Nuk është koha për blerje të nxituara. Të dashurit mund të kërkojnë mbështetjen tuaj, prandaj dëgjoni me empati. Energjitë tuaja ushqyese janë forca juaj, duke nxitur lidhje më të forta. Ndjekjet romantike përfitojnë nga komunikimi i sinqert. Merrni iniciativën në ndërveprime. Qetësoni shqetësimet shëndetësore duke krijuar një regjim të qëndrueshëm që harmonizon trupin dhe shpirtin. Meditimi ose aktiviteti i lehtë fizik mund të bëjë mrekulli. Ndërsa hëna ndikon në humorin tuaj, zhytuni në gjëra që ofrojnë rehati dhe gëzim. Luani. Karizma juaj natyrale është në qendër të vëmendjes sot. Pasi ndikimet diellore forcojnë vetbesimin dhe kreativitetin tuaj.
Kjo është një ditë e shkëlqyer për të shfaqur talentet tuaja, qoftë në punë apo në mjedise shoqërore. Kolegët dhe miqtë tërhiqen nga energjia juaj e gjallë, duke rritur potencialin tuaj udhëheqës. Megjithatë, mos harroni rëndësinë e dëgjimit, po aq sa edhe të shprehjes së vetvetes. Angazhimi me perspektiva të tjera pasuron mirëkuptimin tuaj dhe shmang lehtësisht keqkomunikimin. Në frontin personal, prisni ngrohtësi dhe dashuri në marrëdhënie. Një gjest surprizë nga një i dashur do t'ju lërë të gëzuar. Financat tregojnë stabilitet pozitiv, por shmangni çdo investim të rrezikshëm për momentin. Konsideroni ndarjen e pasurisë suaj, ndoshta përmes aktivitetit bamirës, për të ndarë energjinë e bollshme të sotme pozitivisht. Përqendrimi në fitness do të jetë i dobishëm, por sigurohuni që të jetë i balancuar me pushim të mjaftueshëm. Ndërsa kaloni ditën, një mbrëmje e kaluar duke u kënaqur me hobet tuaja krijuese mund të ofrojë kënaqësi dhe relaksim të jashtëzakonshëm. Virgjëresha. Shtrirja kozmike e sotme mpre aftësitë tuaja analitike, duke ju ndihmuar të analizoni problemet komplekse me saktësi dhe lehtësi. Kjo mpretësi është e vlefshme në mjediset profesionale, pasi kolegët kërkojnë zgjidhje nga ju. Përqafojeni këtë mundësi për të udhëhequr, por qëndroni të hapur ndaj kontributit nga të tjerët. Bashkëpunimi do të jap rezultate më të mira. Ndërsa Merkuri ndikon në komunikim, ndarja e ideve nxit qartë punën në grup. Nga ana personale, është një ditë e shkëlqyer për t'u lidhur me familjen dhe miqt. Mbështetja juaj edukuese vlerësohet nga ata përreth jush. Financiarisht, është e mençur të rishikoni dhe organizoni buxhetin tuaj. Çdo shqetësim financiar i vonuar është më mirë të adresohet sot, pasi zgjidhja e tij është më e lehtë. Shëndeti duhet të ketë përparësi, prandaj prioritizoni zakone që kontribuojnë në mirëqenien afatgjat, siç është një dietë e ekuilibruar dhe ushtrimet e rregullta. Praktikat e vetëdijes, si meditimi, mund të ofrojnë qartësi kur kërkesat e jetës ndihen të tepërta. Ndërsa dita mbaron, lejojini vetes hapësirë për të çlodhur dhe për të çlodhur me një hobi ose kalim kohe të preferuar. Peshorja. Me Venusin që ju udhëheq udhëtimin sot, prisni një përzierje harmonike të ekuilibrit dhe bukurisë në përpjekjet tuaja. Ju tërhiqeni nga aktivitetet që pasurojnë shpirtin dhe mjedisin tuaj. Në mjediset e punës, bashkëpunimi është qelësi. Nxitni një atmosferë gjithëpërfshirëse që ushen kontributin e të gjithëve, pasi kjo çon në zgjidhje inovative që u sjellin dobi të gjithëve. Rrjedhëzimi është i favorshëm, duke çuar potencialisht në mundësi ose bashkëpunime të rëndësishme. Përqafojini tubimet shoqërore si hapje për rritje personale dhe profesionale. Financiarisht, ushtroni diskrecion dhe shmangni blerjet impulsive. Intuita juaj ndihmon në udhërfimin e vendimeve të kujdesshme monetare. Në dashuri, komunikimi hap dyert për angazhime të rinovuara ose ndjekje emocionuese. Mbështetuni në sharmin tuaj natyror dhe kjo do t'i tërheqë njerëzit pa probleme tek ju. Sa i përket shëndetit, jepini përparësi kujdesit për veten, ushtrime qetësuese ose dalje krijuese. Energjia juaj lulëzon kur ndiheni të ekuilibruar nga brenda. Përfundoni ditën me një ritual personal që ofron paqe dhe qetësi, siç është një shëtitje qetësuese ose muzikë qetësuese. Akrepi. Energjia qiellore e sotme nxit transformimin, duke ju sfiduar të evoluoni përtej zonave tuaja të rehatisë. Përqafojini këto ndryshime duke pranuar kufizimet e së kaluarës dhe duke i thyer ato. Profesionalisht, fokusi dhe vendosmëria juaj janë mbresëlënëse, duke quar në përparime që fitojnë njohje nga kolegët. Megjithatë, qëndroni të adaptueshëm pasi ndryshimet e papritura mund t'ju kërkojnë të rivlerësoni strategjitë. Financiarisht, keni kujdes nga vendimet e nxituara. Energjia e sotme favorizon planifikimin e kujdesshëm mbi blerjet spontane. Marrëdhëniet mund të përjetojnë intensitet sot. Shfrytëzojeni këtë mundësi për të thelluar lidhjet tuaja emocionale. Jini të hapur me ndjenjat tuaja. Cenueshmëria juaj mund të çojë në shërim katartik si për ju ashtu edhe për të dashurit tuaj. Në çështje shëndetësore, dëgjoni trupin tuaj. Thjeshtimi i rutinave mund të parandalojë stresin. Balanconi ngarkesat e punës me aktivitete të kohës së lirë që rigjallërojnë shpirtin tuaj. Ky shtrirje kozmike ju fton të shikoni brenda vetes, duke reflektuar mbi rritjen personale dhe transformimin. Mbrëmja premton qetësi. Zhytuni në praktika kontemplative që ripërtërin forcën tuaj të brendshme. Shigjetari. Shpirti juaj aventuresk është i fuqizuar sot, ndërsa ndikimi i Jupiterit zgjeron horizontet tuaja. Mundësitë për të mësuar dhe eksploruar janë të shumta,
duke e bërë këtë një kohë të shkëlqyer për të zhytur në projekte që nxisin kuriozitetin tuaj. Profesionalisht, idetë inovative i bëjnë përshtypje të tjerëve, duke quar në çmime të mundshme ose sipërmarrje të reja. Përqafoni bashkëpunimin, pasi qëllimet e përbashkëta i përforcojnë rezultatet tuaja. Vendimet financiare kërkojnë optimizëm të kujdesshëm, balanconi entuziazmin me pragmatizmin, duke siguruar përfitime afatgjata. Marrëdhëniet lulëzojnë përmes përvojave të përbashkëta. Planifikoni një dalje ose angazhohuni në aktivitete që ushqejnë lidhje. Prania juaj natyrshëm ngrit se mund të lehtësojë tensionet dhe të nxjisë harmoninë. Në frontin e shëndetit, jepni përparësi aktiviteteve që përfshin mirëqenien fizike dhe mendore. Meditimi ose aktivitetet në natyrë mund të lehtësojnë në mënyrë efektive stresin. Ndërsa dita përparon, kënaquni me vetreflektimin, duke marrë parasysh se si ambicjet personale përputhen me udhëtimin e tyre më të gjerë. Mbrëmja është ideale për të çlodhur me një hobi të preferuar. Përqafojeni këtë ditë dinamike me një mendje të hapur dhe një zemër mirënjohëse. Britsjapi. Një energji toksore ju mbështjell sot, duke ju ftuar të përqendroheni në ambicjet afatgjata dhe zgjidhjet praktike. Natyra juaj e zellshme shkëlqen në përpjekjet profesionale ku planifikimi strategjik dhe ekzekutimi përpikt janë jetësore. Ofroni durim ndaj dinamikës së ekipit, pasi konsensusi ndërton themele më të forta. Financiarisht është një kohë e favorshme për investime ose rishikimin e qëllimeve të ardhshme. Sigurohuni që zgjedhjet financiare të përputhen me vlerat thelbësore. Në marrëdhëniet personale, një bisedë e sinqertë mund të sqarojë keqkuptimet e fundit. Përqafojeni këtë me hapje. Tregoni vlerësim për të dashurit, duke forcuar lidhjet emocionale. Nga ana shëndetësore, qëndrueshmëria në rutina nxit stabilitetin. Prandaj prioritizoni zakonet që mbështesin një gjatësinë dhe vitalitetin. Aktivitetet fizike, të balancuara me momente vetmie, do të ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, krijoni hapësirë për reflektim dhe mirënjohje. Vlerësoni arritjet dhe pengesat, duke përqafuar mësimet e nxjerra. Duke u ankoruar në energjinë e sotme, ju përgatitni skenën për rritje dhe sukses në javët e ardhshme. Vlerësoni momentet e qetësisë. Ujori. Energjia inovative e sotme zhbllokon potencialin tuaj vizionar, duke ju inkurajuar të mendoni përtej kufizimeve konvencionale. Shfrytëzojeni këtë mundësi për të menduar koncepte të reja ose për të rishikuar projekte të papërfunduara. Në jetën profesionale, mjedisi dinamik i sotëm favorizon përpjekjet bashkëpunuese. Prandaj bashkëpunoni me kolegët që ndajnë vizionin tuaj për një ndikim më të madh. Financiarisht qëndroni vigjilent. Ndërsa mundësit mund të paraqiten, sigurohuni që të bëni kërkime të plota përpara se të angazhoni burime. Në çështjet e zemrës, ndërveprimet e vërteta nxisin lidhje më të thella. Ndani ëndra dhe aspiratat me të dashurit, duke ftuar unitetin përmes transparencës. Nga ana shëndetësore, ekuilibri është thelbësor. Prandaj jepni përparësi praktikave që kujdesen si për mirëqenien fizike, ashtu edhe për qartësinë mendore. Ushqeni trupin tuaj me një dietë të ekuilibruar dhe përfshini një praktikë meditative për të përqendruar mendimet tuaja. Ndërsa mbrëmja qetësohet, angazhohuni në ndjekje që ofrojnë paqe të brendshme dhe kreativitet. Besoni në perspektivën tuaj unike si forcën tuaj lëvizëse. Përqafojeni këtë ditë si një farë për evolucionin personal dhe kolektiv. Peshqit. Energjitë e sotme frymëzojnë vetanalizën dhe kreativitetin, duke e bërë atë një ditë ideale për ndjekje artistike dhe shpirtërore. Besojini intuitës suaj, duke e lënë atë të udhëheqë vendimet si profesionale ashtu edhe personale. Empatia juaj shkëlqen në mjediset e grupit, duke krijuar një atmosferë mbështetëse për përpjekjet e ekipit. Punoni në bashkëpunim, por mos harroni të mbroni idetë tuaja. Financiarisht vazhdoni me kujdes. Sigurohuni që investimet të jenë të kujdesshme dhe në përputhje me vlerat tuaja. Në lidhjet personale, cenueshmëria forcon marrëdhëniet. Hapni zemrën tuaj për dialogje kuptimplote që nxisin një kuptim më të thellë. Ekuilibri është qelësi në shëndet. Përfshini praktika restauruese si yoga ose shëtitje të buta për të ruajtur harmoninë. Pranoni nevojat emocionale, duke lejuar kujdesin për veten si përparësi. Ndërsa dita mbaron, zhytuni në aktivitete krijuese që mundësojnë shprehjen emocionale. Reflektimi sjell qartësi. Prandaj konsideroni shkrimin e ditarit si një mënyrë për të përpunuar njohuritë e sotme. Kjo është një ditë rilidhjeje me veten tuaj të brendshme dhe botën më të gjerë që ju rrethon. Përqafoni ritmet e saj qetësuese.
Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.